Liderët politike në Kosovë nuk arritën të gjejnë një zgjidhje për formimin e qeverisë së re në takimin me presidenten Vjosa Osmani, e cila ka thënë se do të bëjmë çmos që të shmangen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Partitë politike i kanë qëndrimet e tyre, dikush dëshiron sot, dikush nesër, dikush pas nesër të shkojnë zgjedhje, por detyrimi i presidentës është tjetër. Detyrimi i presidentës është që të bëjë çmos që të evitohen zgjedhjet. Ta detyrim duhet ta kryej në përputhje të plot me kushtetutën. Duke paralamuar se vendi mund të shkojë në 2 palë zgjedhje në 3-4 muajt e ardhshëm, presidenti Osmani tha se nëse ka propozim për mandatar të ri për kryeministër, atëherë hymë në shprehje afate të reja. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë, ka kërkuar që të më takoj edhe një herë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që i ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vijë me propozim apo jo, është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja, por megjithatë nëse nuk ka qeveri, dihen edhe ato, pastaj janë 30 deri 40 ditë për mbajtjen e zgjedhjeve. Në takim, asnjë nga partitë nuk ka pranuar të ketë një shumicë të mjaftueshme për të formuar qeveri, ndërsa Kurti, siç deklaruan liderët e LDK-s, PDK-s dhe AK-s, ka kërkuar kohë edhe disa ditë për një tentativë të fundit. Deri në 5 nëntor, presidentja Vjosa Osmani duhet të vendosë nëse do të mandatojë sërish Kurtin apo të shpadë zgjedhjet e parakohshme. Lumir Abdigjikur, Ramush Haradinaj dhe Memri Krasniqi kërkuan që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, ndërsa Kurti pas takimit nuk foli për gazetarët.